Atëherë dua të them dy fjalë për protestën e cila po zhvillohet në Tiranë tashmë prej 16 ditësh. Sot besoj mos gabojmë dita e 16 e protestës dhe kam dëshirë të bëj një mini analizë timen për këtë çështje. Më kanë thënë shumë pse s'del, pse s'bën, pse s'flet, pse s'bën. Unë kam fol në emisionin tonë Fix Fare, kam fol edhe nëpërmjet reagimeve të mia në Instagram, në story, por tani dua të bëj një analizë me zë dhe me figurë se si e shikojnë protestën në këto 16 ditë. E para, protesta në vetvete është diçka që duhet përgëzuar, duhet duartërkitur, duhet mbështetur në çdo lloj rasti, sepse fakti që një popull apo një komb apo disa njerëz protestojnë, kjo do të thotë që nuk jemi më në gjumë. Ose edhe nëse kemi qenë gjumë deri para cakove, tashmë nuk jemi më. Pra nuk është një popull që fle, është një popull që reagon, që proteston, që e ngres zërin, që ankohet dhe që në fund ditës thot mendimin e vet dhe shpreh dëshirën e vet për të ardhmen e tij. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë dhe absolutisht çdo lloj proteste është shej demokracie, shej mendësie të re, shej atë dashurie, quheni si doni dhe protesta jon i ka të gjitha këto. Pa diskutim fare. Nëse ti proteston për problemin tënd personal, nëse ti proteston pastaj edhe për një problem më madhor, më social e kështu me radhë. Pavarësisht gjës, protesta është gjithmonë për të përgëzuar, për të duartërkit dhe për të mbështet. Një kjo. Si e shikoj unë tani protestën nga jashtë? Unë protestuesit në fakt i shikoj në të mirë dhe në të këqij. Janë ata të këqit, po flas për të këqit një herë, se pastaj do flas për të mirët, sepse ata meritojnë për t'i lënë përfund, për ëmbëlsira përfund, po do flas një herë për të këqit. Të këqit janë gjithë këta, o miq, këta pisat mediatik dhe pisat politik që janë infiltruar në protestë. Si t'i dallojmë, thoni ju? Janë krejt kollaj, shikoni gjithandej. Shikojeni se bëjnë foto, bëjnë story, bëjnë poste live, dalin atje, flasin me mikrofona, i keni aty ndër ju, të cilët po e shfrytëzojnë Fix Fare, po e shfrytëzojnë këtë protestë për interesat e vet personal dhe publik, për të bërë ca followers më shumë, se tash ka dalë nami që ku shkon protesti i rritet dhe Instagrami. Po shkojnë protest për të marrë ca followers më shumë, për të patur një mbështetje nesër, për ta shfrytzuar për kapital politik, se ku janë këta politikan që ne i shohim këto partitë e vogla, zakonisht i shoh, ku janë këta politikan që deri dje bënin sikur s'dinin gjë. Deri dje bënin siç bëja edhe unë, patjetër, se edhe unë kam qenë pjesë e kësaj. Po unë jam sot në protestë atje, dalë të them që shiko, Berisha në burg, Rama në burg dhe unë pa faj. Jo, jam dhe unë i fajshëm, jam dhe unë Juli. Është i fajshëm që nuk e kam ngritë zërin më herët, paktën për pjesën e opozitës. Por e kam ngritë zërin për gjëra tjera. Pra, për 100 gjëra kam ngritë, po për 100 gjëra nuk e kam ngritë. Dhe për këtë kam faj dhe unë, patjetër. Po këta kanë faj këta? Këta që kanë qenë pjesë e politikës, a kanë faj këta? Këta që kanë qenë pjesë e opinion bërjes nëpër televizione, a kanë faj këta? Pse sot pa pritur na qenë kanë qelibar, të pastër, duar pastër, dhe na vikan protestë dhe na thokan Rama s'bën dhe Berisha s'bën, kurse ne jemi të pastër. Jo, nuk është kështu. Përpara se ta bëjnë këtë, ka një përgjegjësi publike, duhet t'japin llogari para publikut përpara se të bënin këtë dhe pastaj të vinin në protestë dhe t'i merrnin të mirë qenë. Nga ana tjetër, pra, kjo është pjesa e keqe e protestës, këta që po e shfrytëzojnë, qoftë edhe për një like, e kupton, qoftë edhe për 10 followers më shumë, këta po e shfrytëzojnë protestën. Nga ana tjetër, pastaj janë qeshia mbi tort, janë pjesa e mirë e protestës. Janë vajza, djem, gra, burra, pleq e plaka, adoleshent, të rritur, ku diun, beqar, të martuar, familjar, jo familjar, të cilët kanë dalë sepse vërtet ka një hall. Sepse vërtet secili ka një hall, sepse vërtet secili ka një pakënaqësi me këtë gjë dhe tash është mbush kupa. Se s'është vetëm çështja Zvërneci, Rjolli e këto me radhë. Ktu është 35 vjet bombardim me stres për këtë popull. Për mos t'i shtuat ato 70 vitet e tjera të kohës komunizmit, pa ato pa e zem i kemi harru, se ndoshta pjesa më e madhe protestuesve nuk e mban mend atë kohë. Po them për 35 vjet me radhë është bombarduar ky popull me stres, me padrejtësi, me vjedhje, me çdo lloj gjë të mundshme. Dhe kjo është absolutisht e vërteta e kësaj gjës. Dhe këtë pjesë të protestës e falenderoj. Pra këto protestues të ndershëm, le të themi, këto protestues genuin, këto protestues si tush që vërtet e kanë jetike protestën, unë i përshëndes, i mbështes, i përulem, i falenderoj, i duartërkas pa fund, sepse vërtet e meritojnë. Vërtet këta
po i tregojnë botës, po i tregojnë establishmentit Shqipëri që shiko, shqiptarët nuk janë gjumë, shqiptarëve nuk janë fut kollaj. Ama kjo pjesa tjetër, kjo pjesa e parë që ju thash, për mendimin tim evidentojeni dhe hiqini prej atje, sepse kanë ardhur thjesht me rrit Instagramet e tyre, kanë ardhur thjesht me rrit kredot e tyre politike, kanë ardhur thjesht me kthy syt tuaj ndaj emisioneve të tyre, ndaj propagandave që ata bëjnë nëpër televizione. Kështu që për gjithë ata që më kanë pyet pse s'del ti, pse nuk thu diçka, kjo është arsyeja pra miq, sepse unë nuk dua të jem si këta. Unë kam dëshirë që kam një bindje timen dhe dua ta ruaj. Kjo është bindja ime, ju pëlqen apo s'ju pëlqen. Ama nuk dal atje të them, shiko, unë jam më i miri dhe këta tjerë nuk bëjnë, sepse unë vet jam tash 22-3 vjet pjesë po them e opinion bërjes dhe absolutisht kam dëshirë dhe unë që përpara se të dal, përpara se ta them fjalën time, të bëj një katarsis me veten time, të reflektoj dhe them, po më vëlla, për 100 gjëra kam pas drejt, po për 100 gjëra kam pas gabim. Dhe s'mund të them që unë kam pas gjithmonë drejt dhe këta kanë qenë gabim. Nuk e bëjmë dot. Kështu që respekt për protestuesin e ndershëm dhe as pak respekt për pisat që shfrytëzojnë këtë protestë.